Shpesh koncepti i lumturisë, kur kufizohet vetëm me kënaqësinë materiale, me një jetë e cila nuk ka probleme, është gjithmonë një jetë që rrjedh natyrshëm me rahati, me komoditet, është vështirë ta kuptojë njeriu që mund të jenë të lumtur edhe ata që s'kan mundësi, mund të jenë të lumtur edhe ata që kanë probleme, por lumturia siç është faktikisht është një koncept shumë më i gjerë se sa kënaqësia apo komoditeti material. Është vërtet që Aliu dhe Fatimia janë, po themi, modeli i çiftit për të cilin ne lutemi që çdo çift, çdo lidhje martësore të ngjajë këtë çifti, por kjo s'do të thotë që nuk ka patur probleme asnjëherë në familjen e tyre. Ne përmendëm pak ndoshta në ligjëratën e kaluar që ajo ishte një familje e cila kishte shumë vështirësi materiale dhe financiare. Edhe pse bashkëshortja, po them, këtij çifti ishte vajza e njeriut më të mirë, vajza e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por prapë ai nuk kishte mundësi të ndihmonte vajzën e tij, sepse këtë jetë kishte pranuar të zgjedh për veten e tij dhe për familjen e tij, edhe pse bashkëshorti i saj ishte Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, që quhet ndryshe porta e diturisë. Ai simbolizon portën e diturisë në Islam dhe është simboli i gjykimit të drejtë, sepse është gjykatësi më i drejtë që ka njohur historia islame, njëri i cili fisnik, njëri që çdo kush do të dëshironte të ngjante sadopak në cilësi, Aliut radiallahu anhu, përsëri ky çift me këto vlera kaq të larta bën një jetë të vështirë, jashtëzakonisht të vështirë financiare. Por të gjitha vështirësitë kaluan dhe mbeti çifti, lidhja mes Aliut dhe Fatimës përsëri mbeti si simboli i lumturisë familjare, i çiftit i cili është i suksesshëm, që i tejkalon të gjitha vështirësitë dhe i le të paktën njerëzimit, i le trashëgimtar që të gjithë krenohen me ta, Hasanin dhe Hysejnin, që janë zotërit e të rive të xhennetit. Por në ana tjetër, ky çift nuk është se nuk pati asnjëherë një mosmarrveshje në jetën e tij. Kjo është gjëja më normale. Mosmarrveshje apo keq kuptime apo debate ka patur në familjet e njeriut më të mirë që ka krijuar Allahu xhaleshanu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por teksa shikojmë se si është qasur ndaj problemeve, ndaj këtyre mosmarrveshjeve, aty mësojmë që kur njeriu dëshiron ta mbajë lidhjen familjare, ta çojë atë drejt një misioni më të madh, i tejkalon shpeshherë me buzëqeshje, nganjëherë duke mos u marrë me ta, nganjëherë duke orientuar në diçka që është më e rëndësishme dhe të gjitha konfliktet shuhen, mbarojnë dhe mbetet misioni dhe mbeten trashëgimtar të hajrit. E tillë ka qenë dhe lidhja e Aliut radiallahu anhu me Fatimen, Zoti qoftë i kënaqur me të, edhe ata kishin mosmarrveshje si çdo lloj çifti që është normal.